Një konflikt mes dy të njohurish në qerret të Durrësit përfundoi me plagosjen e një 41 vjeçari dhe shpalljen në kërkim të autorit të dyshuar. Ngjarja ka ndodhur pasditen e së mërkurës, kur sipas policisë dyshohet se shtetësi Egzon Sinani goditi me thik 2 herë Haxhi Shehun pas një konflikti për motive ende të paqarta. I plagosuri u dërgua menjëherë në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën nën kujdesin e mjekëve. Ndërkohë, policia ka nisur ndjekjen për kapjen e Sinanit, duke i shtrirë kontrollet jo vetëm në qerret e Katun të Ri, por dhe më gjerë. Grupi hetimor po punon për të sqaruar plotësisht rrethanat e ngjarjes. Dëshmia e të plagosurit dhe e personave të tjerë pritet të hedh dritë mbi motivin e konfliktit që përfundoi në plagosje. Brenda një jave, kjo është plagosja e dytë me thik në Durrës. Të mërkurën e kaluar, një 15 vjeçar u plagos rënd me thik nga bashkëmoshatari i tij, i cili u kap disa orë pas ngjarjes nga policia.